Ka shumë vite që niveli i ndotjes së ajrit është kthyer në një nga problematikat më serioze të Tiranës. Pavarësisht mungesës së mative dhe testimeve periodike, diskutimi për cilësinë e keqe të ajrit që thithin banorët e kryeqytetit është gjithmonë aktual. Nëse do të flitej për matje serioze të bëra publike, e fundit i përket vitit 2022, kur Instituti për Zhvillimin e Habitatit, Koplan, monitoroi 4 qytete, përfshirë edhe Tiranën. Ndotja rezultoi të ishte përtej normës së lejuar nga Bashkimi Evropian, me përqendrim rreth 2 herë mbi normën e dioksidit të karbonit. Faktor kryesor të ndotjes, sipas studimit, ishin mjetet motorike dhe sektori i ndërtimit. Po sot që flasim, është përmirësuar gjendja? Si është cilësia e ajrit që thithim çdo ditë në kryeqytet? Nisur nga këta tregues as pak normal të vitit kaluar, kontaktuam laboratorin e specializuar Neotes në Salerno të Italisë dhe i kërkuam bashkëpunim për të mundësuar matjen e nivelit të ndotjes në Tiranë. Për këtë, ekspertët italian erdhën dhe instaluan aparaturat e matjes në 20 pika të ndryshme të shpërndara në të gjithë Tiranën. Përkatësisht, në Unazën e Re, pas 15 Katshit, tek ish stacioni trelit, tek ura drejtorisë së policisë, tek Bryli, pranë Gardës, tek rruga Don Bosco, rruga Elbasanit, rruga Kavajës, kopshti botanik, tregu industrial 5 Maj, Astir, Nën Katshë, kombinat, katedrale katolike. Pra, praktikisht në çdo cep të Tiranës. Dhe saktësisht aty ku e ka caktuar vetë Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Pajisjet radielo që u përdorën ishin të teknologjie shumë të lartë, me filtra të ndjeshëm dhe me saktësi të madhe. 20 të tilla u lanë në ambient të hapur për 8 ditë, nga data 28 mars 2023 deri më datën 5 prill 2023. Dhe rezultatet janë për të vënë alarmin. Il monitoraggio è stato effettuato mediante una tecnologia che è quella della brevettata radielo, che è uno strumento preciso ma soprattutto accurato e certificato secondo delle norme europee del 2002 nei punti della città indicati dalla committenza e le successive fasi analitiche svolte presso il nostro laboratorio di analisi Neotes evidenziano criticità legate essenzialmente alla presenza di 2 parametri chimici, l'ossido di azoto ed il benzene. Pra, nga raporti mësojmë se ka përqendrim në sasi të lartë të 2 elementeve, dioksid azoti dhe benzen. A dini çfarë niveli është ky përqendrim? Tabelat e tregojnë qartë nivelin e lartë të ndotjes nga 2 elementet në fjalë. Avete un valore medio su tutti i valori che abbiamo misurato pari a 21,3 microgrammi metro cubo di benzene, che è un valore sostanzialmente più elevato rispetto al valore, diciamo, limite in Italia, anche se su base annuale di 5 microgrammi metro cubo. Madje në disa zona, dotja me benzen është e frikshme, gjë që e pohon edhe eksperti italian. Le criticità che abbiamo evidenziato prima sono oggettivamente più rilevanti in 2 zone particolari, soprattutto per quanto riguarda l'esposizione del benzene, rruga Leghisi e rruga Casemi. Në këto 2 rrugë, ndotja nga 5 mg per metër kub ka shifrat e 101 dhe 84 mg per metër kub. Një diferencë jo vetëm shqetësuese, por e frikshme. Përveç ngarkesës së trafikut, çfarë shkaku tjetër mund të ketë? L'albalia, magari il gasolio o soprattutto le benzine che vengono usate potrebbero essere una qualità diversa. Potrebbe essere anche questo una riflessione che si potrebbe fare. Po çfarë nënkupton për shëndetin ton një nivel kaq i lartë ndotje në kryeqytet? Ci sono particolari parti della popolazione, quali i bambini oppure soggetti che sono già affetti da scienze respiratorie tipo gli asmatici, che potrebbero vedere la loro situazione peggiorata per l'esposizione già a queste concentrazioni, perché parliamo di concentrazioni elevate di benzene, per cui per un esposto in buona salute il problema potrebbe porsi tra qualche anno, però per un esposto che già ha dei problemi di salute conclamati, evidenti, i problemi potrebbero essere evidenti già in tempi più brevi, in tempi più stretti. Por kjo është vetëm një pjesë e problemit, pasi sasia e lartë e benzenit që thithet nga mushkrit e qytetarëve ka edhe pasoja të tjera tepër të rënda. Il benzene prima e gli ossidi di azoto dopo sono sostanze tossiche che però nel caso specifico del benzene è una sostanza cancerogena, classificata come cancerogena. Il benzene è cancerogeno. Gli arsini
che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato il benzene come antinette al gruppo 1, che sono le sostanze per le quali vi è una sufficiente evidenza di cancerogenicità. Gruppo 1 significa che è un cancerogeno. Normat tepër të larta të benzenit sjellin rrezikun për kancer sa herë që ne marrim frymë. Sipas doktor Saldovierit, parametrat e ndotjes, krahasuar me qytetet më të mëdha në Itali, janë alarmante, pikërisht për shkak të dy elementeve që citua. Dell'ISPRA, che sono il nostro Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, riferisce per le diverse città metropolitane italiane, quali Milano, Roma per esempio, valori della qualità dell'aria che sono effettivamente confrontabili con quelli di Tirana, se non per questi due parametri che sono l'ossido di azoto e il benzene, che sono sostanzialmente più elevati nella vostra città. Ky raport i detajuar i laboratorit italian është vetëm faza e parë i bashkëpunimit për të ekzaminuar cilësinë e ajrit, por edhe për bërësve të tjerë jetësor në kryeqytet. Rezultati që sapo dëgjuat është këmban alarmi, së pari për shoqërinë dhe së dyti për autoritetet, që reklamojnë një Tiranë ndryshe nga ajo që kemi çdo ditë parasysh.